Dhe ai që shoh në ligjin që funksionon Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, është që komunistët e gjitha palëve në këtë sallë kanë bërë një ligj hipokrit që e fillojnë punën e institucionit tuaj nga dita 29 nëntor 44 apo 28, asun se kam nërmen ashtu si kolegu Bare, të bëj debat për mustaqet të qelos, a ka qenë e shtunë dark apo e djel mjes, kur është liru Shqipëria. Ajo që unë do doja nga instituti, realisht, si njeri që ka marrë në 90-ës në politikë për të përmys regjimin bastard komunist, si i student dhjetori, si njeri që nuk mlidh asgjë me krimet e komunizmit, as me organet famkeq të inkuizicionit, sigurim shteti, gjyqtar, prokuror, plera që vrisnin shqiptar pa gjyq, pse shanin shokun e nver, apo thonin s'ka djanë dyqan. Por realisht do doja që shqiptarët të mos vazhdojnë në 29 vite post-komunizëm të lexojnë historinë e shkruar nga fituesit në thonjza, por që në fakt pushtuan shqiptarët në 29 nëntor 44-s me i klik dhe njën që pushkatuan 5800 nga 44 na dhe njëshin pa gjyq, për bindje politike, për barkun bosh dhe pse shanin partinë. De facto Shqipëria ka hyrë në luftë në prill 39-s. Partia Komuniste është krijuar në 41-shin. Na është thënë që këto 2 vjet ka pas apo s'ka pas luftë 39-41-shin. Pra sillin një ndryshim të ligjit që ky institut ta fillojë nga 39-a, se këtu gjithë debati 29 vjeçar është bërë për luftën. Unë nuk di të ketë pas debat për 44 në dhe ishin. Tu është bërë është me 28 a 29. A bashkëpunu një palë me fashizme apo pala tjetër me imperializmin amerikan. Unë besoj që ky institut duhet merret të studiohet histori falso, që edhe unë si nxënës i shkollës, por edhe 29 vite post-komunizëm, nxënësit shqiptar e din që ne kemi 28.000 dëshmorë. Ka më turp, po ju pyes drejt për drejt. Sa dëshmorë ka Shqipëria sot? Se në qofse janë 28.000, ne s'pasim i qenë popull trim. 314 italianë janë vra. Edhe kanë vdek, edhe nga kolerja. Nga 39-a deri kur kanë ikë në 43. 123 Gjermanë, thot ambasada Gjermane, janë varronë Shqipëri. Të vrarë dhe të vdekur. Pra 437 armiq, na pas kanë vrarë 28.000 trima tonë, dëshmorë. Po të pasan që e spurdhjake, i bi që një nga këta, të ketë vrarë 7 trima. Këte kërkojnë të sojnë ata, shqiptarët. Se kemi ngju komandantin legjendar që thoshe ne i shpallëm luft këtu, ata ikën si dhend atje, ne i dërmum atje matan, tendën e qypit, ke përmeti, në pezë. Qa kanë vrarë? 437 veta. Ju thoni, në histori, ju nuk e pasin studiuar, që ne pasin pas 75.000 partizan. Po nëse është vrarë 28.000, vrarë 20%. Qa luft e kanë bëfta? Një ushtri që të vritet 20%, jo, së ushtri e tuf delesh. Ndaj unë kërkoj që instituti të studiohet 5 vjeçar që është i errët 39-44. Sa për merakun që kishte kolegu parafolës, që thot sa shkojnë Varreza 28 nëntor, sa 29, jo, i nderuar koleg. Në 5 maj shkojnë gjithë si tufë se nga 1 metër kanë dalë, komunista e ke. 5 maj ke atë, edhe këte, atje qojnë Varrezat, qojnë në kurorat me lule. A datë në shërimit kërkojnë të hiqen disa antikomunist e disa si pro-komunist. Nga 21 që është kriju Partia Komuniste, e 2 vjetë nuk flitet, as i rejtë gjikon. Deri në 24, pra nga 8 nëntori, si Kemali është vra para se të kriju partia. Pse në rrisit ditë dëshmash, që është vra komunisti parë, pa kriju Partia Komuniste. Pra, unë doja që institutit bënte i punë konkrete, që edhe t'i vini mi farë kapaku, kësaj loje të pjesë, të ndyrë për kapital politik, që sa herë që afrojnë zgjedhjet, ai që është me komunist kërkon të hiqet si antikomunist, dhe pjesa tjetër kërkon të bëjë hipokrizi, vetëm për të përfituar votat e atyre që janë vrarë nga plumi, apo kanë përfituar nga ardhja në pushtet e 29 nëntorit 44. Ju thoni në raportin tuaj për 74 faqe që ne kemi dashur të morim informacion, por nuk na jep informacion Elidon Bendo. Kush është ky? Që është pronari i institutit. Pronari i shërbimit informativ është ky. Nuk na ka dhënë informacion, thuti në raportin tat, Bilbil Mema. Pse?
Çaj preket bilbilit, baba, xhaj, halla, daja, çka ka pas në luftë? Nuk na dhanë informacion thu sa ndërleshi. Pse? Sa pa dike po si institut në gjykat për këta që shkelin ligjin dhe nuk japin informacion se ti s'po e kërkon privatisht informacionin, as për të zi për Brahon, për luftën, as për të bërë debat me Pascal Milën, as me Gjinushi. Kërku informacion në emër të 15 punojësve që janë në varësinë tate dhe që ky institut paguhet nga taksa e taksapaguesve të qytetarëve shqiptar. Nuk jep informacion thotë autoriteti dosjeve. Nuk e marr dhëna nga dosjet e sigurimit të shtetit. Pse? Ke po në herë pyetim pse? Se kanë frikën se nxjerrin shpyllliqet e veta. Sepse nga 48 me Koçizozen deri në 91 Shqipëria ka pasi 156.000 bashkëpunëtorë të sigurimi. Ky kuvend këtu, nga 31 marsi 91 deri sot që flasim ne, nga 1400 burra ka pas 500 spion. Po, ndaj janë trem si djallin atë Temjani të bëjnë një ligj transparent për të hap dosjet e sigurimit të shtetit, sepse prekeshin elitat politike që kanë bërë ligjin në këtë vend, edhe në 29 vjet post-komunizëm. Po, kanë shit shpirtin drejtit. Sa nga këta që kanë bërë krime, nga 44 deri në 91, vazhdojnë të shesin dëngla shqiptarëve në për institucionet politike, publike, administrative dhe gjyqësore. Deri para 6 muajsh, gjykate lartë, gjykate kushtetuese, krerët e gjykatës apelit, prokurorët në për apele kanë qenë pjesë e inkuizicionit komunist. Kanë qenë njerëz që kanë dënuar deri në 89-90, kanë qenë gjyqtar të Havzë Plumit, kanë qenë gjyqtar të Havzinelës, kanë qenë gjyqtar kudiut të Bllozhmit dhe kanë dhënë drejtësi post-komuniste. Kjo është drejtësia që presin shqiptarët. Na unë doja një raport me detaje për t'i vënë një farë kapaku propagandës madhe se kur është lirum, nga kush është lirum. Jo, ku është lirum në 44. 44 është liru Italia. Në është liru Franca. Diktatura apo junta ushtarake në Gjermani. Ne është liru. Ne kemi 5.508 qendra votime, 28.000 dëshmorëve. 5.2 dëshmorë për qendra votime. Ha mi gjeni, ku i keni? Se cili nga ju ka qenë deputet, merrni zonat e ju elektorale dhe gjeni nga 5.1 dëshmorë në qendra votime. Ku i keni? Turpo të dili numërojnë varrezat. Mësues 29 vjet sot gjimnazet e Shqipërisë mësojnë që Shqipëria lufta, epopeja, historia, dëshmorë tonë. Ajtë sa tjenë. Qa e në vraj për mirë në gjitha. Dhe në sillni fakte, nëse ka patur nga ata, që pjesa ishte në luft për të qiruar nga ata që erdhën në Shqipëri, nga 7 deri 24, dhe pjesa tjetër pas ka bashkëpunu me ta kundër këtyre. Ne e bini me emra. E na thoni, 13 veta janë vra në këtë betejë për këtë arsye dhe pjesa tjetër është vra për t'i bën mirë shqiptarëve. Edhe ngele duke bagazi botës. I fundit vendish komunist që zguxojnë të hapin dosjet e sigurimit të shtetit. I fundit vendish komunist që 29 vjet post-komunizëm shqiptarët nuk njohin historinë reale të atyre 4 viteve luftë, për ato bëhet çerri. Po nga 44 aktej, unë nuk besoj që ka qorr në Shqipëri që nuk e ka marrë vesh se sa kanë qenë të burgosur, sa të internuar, sa të shpronësuar, sa Patris ka fronti, sa kulak, sa me biografi të keqe, edhe mos i hapshin ta që kanë qenë në këtë sallë, dosjet e sigurimit të shtetit, i din qytetarë shqiptarë. I din ata që kanë qenë me pranga në Qafbarit, në Spaç, Burrel, ata që kanë qenë internuar në Çem sektorin, Grabian, Rapës, Gjan, Savër, i din kush i ka raportuar. Ka patur ministra këtu kanë dalë në spital, babës vet, në sallë kombinatit metalurgjik, se ka nevoja i për të hap dosjen tate. Ata që kanë vujtur nga spionët që i kanë pas legal, apo që janë njoft me spionin në hetësi apo gjatë proceseve të fshehta gjyqësore, nuk kanë nevojë për dosjet. Dosjet duhen hapur politikët. Bollma të ketë spiona në këtë sallë është turp. E i ligji i dosjeve është ligj hipokrit. Kush ka kuraje, thotë shkoj ke dosjet, plotësoj formularin, mori përgjigje. Po këta po të kishin ai surrat dhe kurajo, nuk kishin pas spiona. Jo, duhet hap me zor. Duhet hap dosjet pa pyet kërkën. Ti vihet kusht komisionit qendror zgjedhje, unë nuk jam edhe kam thënë herën tjetër. Nuk jam për t'ju mohu drejtat njerëzore për të zgjedhur. Por tregoj qytetarëve Lushan, kandidan Hasani dhe Hyseni. Hasani e ka pseudonimin nga Forria, ky nuk është spion. Po e votun takzojnë. Që të mos na pqive mos i struci, edhe të bëjnë sikur qajnë për dëshmor, edhe në 5 maj ke rresh gjithë komunistët ke varrez dëshmorëve. Ndaj zoti Tufa, bjer propozimin për ligjin, ta mbështesi. Kush nuk e mbështet, ta ndajmë edhe ne brenda këtu, kush është spion, kush nuk është në këtë sallë. Ju falenderoj.